Rinj të këtij vendi, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Ky nuk është një fjalim, është një thirrje për çdo shqiptar. Një thirrje për ty që je lodhur nga mashtrimi dhe propaganda, për ty që ke heshtur shumë gjatë, por sot po paguan heshtjen, për ty që ndjen çdo ditë padrejti në kurriz, por sërish gjen forcë të ngrihesh çdo mëngjes. Ju drejtoj me respekt dhe me përgjegjësi të plot juve që jeni sot këtu, sepse të dalësh në protest sot kërkon guxim, kërkon zemër, kërkon vendim për të mos heshtur më. Ju që jeni sot këtu, jeni zëri atyre që nuk flasin dot, jeni forca atyre që janë të lodhur, po nuk dorëzohen, jeni jehona e një populli të vjedhur dhe të tallur. Shikoni rreth e rrotull, ky shesh nuk është turm, kjo është ndërgjegje. Jemi njerëz të lirë, jemi njerëz që nuk përkulen, që nuk ushiten, që nuk tremben. Sepse liria nuk negociohet, dinjiteti nuk blihet dhe frika mbaron sot. Unë sot nuk jam këtu si politikane, ato e bën doktor Berisha. Unë sot jam këtu si nën që nuk pranon të rrisë fëmijët në një vend ku largimi shihet si mundësi. Prandaj, nga ky shesh, së pari ju drejtojmë pikërisht nënave, atyre që çdo ditë përcjellin fëmijët me lot në sy në aeroport, atyre që jetojnë me smallit e frikës për të ardhmen e tyre. Qohuni për fëmijët tuaj, mos lejoni t'u largojnë. Jam këtu si bie dy prindërve që meritojnë dinjitet, respekt, shërbime dhe jo mashtrim apo bonuse gjysmagjeli të këtij mashtruesi këtu. Mendoni për vete. Sot ju drejtohem prindërve, gjyshërve tanë që keq përdoren në çdo fushat. Mendoni për fëmijët tuaj, të cilët me paratë e fituara me mund në përbot duhet kujdesen edhe për juve. Mos i lejoni më t'ju poshtrojnë. Reagoni kundër hajdutëve. Mos i votoni më. Mbi të gjitha, ju drejtohem të rinjve, atyre që sot janë në shesh, por dhe atyre që janë jashtë, e nuk mund të jenë sot me ne. Ju jeni arsyeja pse kjo betejë nuk ndalet. Ju jeni shpresa, energjia. Mos i dëgjoni kur ju thonë se jeni brez dhe mbelash e indiferentësh. Këtë duan këta që ju të mendoni, pasi kanë frikë nga ju. Reagoni e mos i lejoni t'ju marrin ëndrat, shpresën, punën, mundësinë. Mos ikni nga ky vend me valixhen në duar e me dhimbje në zemër. Kjo nuk është mundësi, jo. Kjo është tragjedi, ky është popullim, kjo është vrasje të ardhmes. Shkolla pa kushte, arsimi shitur, mësues të detyruar të bëhen ushtar politik. Të rinj që mësojnë me dhimbje vetëm një gjë, që në këtë vend nuk fiton më i miri, por më i lidhuri, më patronazhisti. Dhe ti, si pas tyre, duhet të heshtësh. Po deri kur? Kështu nuk është jetë, është poshtrim. Në çdo shtëpi shqiptare ka një plag, ka një djalë larg, ka një vajzë larg, ka një nën që pret një telefonat, një baba që mban lotët, nga pamundësia dhe nga frika për një vend të mirë pune. Mjaft më, ndërkohë këta pasurohen, këta vjedhin, këta sillen si pronar të këtij vendi. Mjaft më me nënshtrim dhe frikë, sepse nga sot këta duhet kanë frikë nga ju. Kanë frikë nga ty, nga zëri jot, nga qëndresa jote, sepse e din që vetëm kur ne të zgjohemi, këta do të largohen nga pushteti i vjedhur. Unë e kam parë frikën e këtyre, i kam parë sa trima janë. Këta trimërinë e tregojnë vetëm e qytetarët kur protestojnë, sepse kam parë qytetarë të ndreshëm të rriqen zvarr nëpër komisariate. Kam parë dhunë, kam parë njerëz që arrestoheshin vetëm se kishin një faj, protestonin. Këta i bëjnë. Këta që paguen për të na mbrojtur. Këta na godasin me gaz, na godasin me ujë, përdorin dhunën, përdorin uniformën, përdorin kam
logjikun e pushtetit. Është frika e atij, ai që sot mendon se është i paprekshëm, se është i fortë, se mund të blej, mund të kërcënoj. Ai tradhtar që juve ju gënjeu e ju premtoi Europën. Ku e ke Europën? Ai që ju mori shtëpit, ai që ju arrestoi për drita, për ujë, ai që ju nxori natën nga shtëpia me gase me dhunë, ai që ju vjedh votën, ai që ju vjedh të drejtën, ai që ju vjedh të ardhmen e fëmijëve. Ai ka frikë sepse e di që i vjen fundi vetëm kur ne të ngrihemi, të jemi shumë e të jemi bashkë. Sot, nga ky shesh, po i drejtohem dhe kryetarit Partisë Demokratike, i nderuar doktor Berisha. Këta qytetarë nuk janë thjesht mbështetës. Ata janë shpresë, janë përgjegjësi, ata kërkojnë drejtim, kërkojnë vendosmëri, kërkojnë një opozit që nuk tërhiqet, që nuk hesht, që nuk bën kompromis me të keqen. Sot është momenti i gjithë neve për qenë në lartësinë e kësaj sakrifice qytetare, për qenë zeri i tyre i palëkundur e i pandalshëm, sepse njerëzit nuk dalin për fjalë, kanë dalë për ndryshim. Dhe ndryshimi nuk pret më. Le ta bëjmë këtë betejë bashkë, me guximin e qytetarëve, me forcën e grave dhe nënave, me energjinë e të rinjve, me përgjegjësinë e padiskutueshme të doktor Berishës dhe leadershipit Partisë Demokratike. Sepse Shqipëria meriton më shumë, sepse shqiptarët meritojnë dinjitet. Ky është momenti, ky është vendimi, ky është zgjimi. Shqipëria nuk është e tyre, Shqipëria është e jona. Ftojmë në këtë moment në podium profesorin e mirënjohur, zotin Edvin